Qëndroni me orë të tëra para kompjuterit ose telefonit, çoni në mëngjes me dhimbje qafe, po ju tregoj 2 ushtrime që të lehtësoni dhimbjen tuaj të qafës. Ushtrimi i parë mund ta bëjmë të ulur në gjunjë, mund ta bëjmë në këmbë, mund ta bëjmë të ulur në karrige për ju që punoni në zyrë. Hapim njërin krah lart. Krahun e kundërt e hapim plotësiskt, e çojmë në maksimumin ton, e rrotullojmë dorën dhe e kalojmë pas shpine, mundësisht çojeni sa më lart në mes të shpatullave që ta keni të lehtë për ta kapur. Me dorën tjetër, kapim të dyja duart, qëndrojmë në këtë pozë për 30 sekonda deri në 1 minutë dhe e përsërisim ushtrimin me krahun tjetër. Në rast se keni vështirësi për t'i kapur duart pas shpine, përdorni një peshqir, shishe uji, litar, çfarë të gjëje. Thjesht kalojeni në peshqirin pas shpine, afroni duart me njëra tjetrën dhe qëndroni për 1 minutë. Ushtrimi i dytë, i hapim krahat, i kalojmë përpara vetes, i kryqëzojmë me njëra tjetrën, përqafojmë veten fillimisht, ndjem të rreqet tek shpatulla dhe më pas dora që është poshtë rrotullohet dhe kap dorën që është lart. Edhe këtu qëndrojmë për 30 sekonda deri në 1 minutë. Në rast se ky ushtrim ju ndihmoi sadopak, dërgojani një miku tuaj që ta ndihmoni dhe atë.